dikush mjafton me të thonë llafet këshia, edhe bosh edhe ma keq. Po ti je keq emocionalisht? S'po du. Je keq emocionalisht? Jo, po të shë ty edhe pranoj e faktin se të shën ftyrë. O ti je keq emocionalisht apo çfarë? I bosjesh ftyra edhe e di kur një njeri nuk shkel qenë ftyrë. Që është keq, e di. Ti je keq emocionalisht, ti qa ke? Umsova. Ti po flet për mua apo për vete? Mos m'guc thua ku një njeri është keq emocionalisht. Je keq emocionalisht ti? Se kanë ardhur gjithë mesazhet me Eglin. Kanë ardhur gjithë mesazhet me Eglin, mos kishe një mesazh vetëm. Nuk e kishe një mesazh vetëm. Je keq, s'di ç'a të bësh tani, s'di ku po shkon. Ke shtegu Egli do shkosh, nuk e nga janë ban ndryshe. Aty do shkosh. Se prandaj ka ardhur Egli. Prandaj ka ardhur Egli për veten e vet. Ani mos m'guc. Me të marrë ty ke ajo ke shtegu saj. Me të marrë ajo ty për vete. Po jem të të shprej se njërë e gjirë, s'po du me të nguc. Po të shë të rëndu me pak, po të shë emocionalisht jo mirë, s'po du me të ashtu edhe ma shumë. Po më shefti mua emocionalisht, edhe po më guc ti tani mua. Po të thëmë, s'po du me të nguc, moj. Atere po më guc ti mua. Me që po më shiko këti mua keq emocionalisht. Qa është kjo mënyrë metodë që përdorti? O, Gjesti, je shumë i vogël. Je vogël, je shumë i vogël. Për drejtë sa shkont e te prën? Mos më bëj mua keq emocionalisht, sepse nuk do të dëgjosh fjalët e mia. Okej. Mesazhet i ke me Eglin, hajde ik tash i bot qiell.